Është një pyetje klasike, apo jo? Pse disa biznesa e rrin majat, ndërsa të tjera, edhe pse mund të kenë produkte fantastike, thjesht dështojnë. E po, sot do t'i futemi thellë kësaj çështje duke analizuar një kuadër marketingu vërtet të fuqishëm. Dhe për ta bërë më interesant do të përdorim një shembull nga një botë plot shkëlqim dhe konkurrencë të egër, bota e kazinove. Pra, le ta imagjinojmë pak skenën. Hyni në një kazino. Atje në një cep është një lojtar profesionist me syrin të numrat duke llogaritur çdo shans. Në një tavolinë tjetër, një grup miq qeshin, argëtohen, nuk u interesojnë fare shanset. Dhe pastaj, në një dhomë private, dikush që pret trajtimin VIP, luksin, ekskluzivitetin. Këtu lind sfida e madhe. Si arrin t'i shesësh të njëjtin produkt të gjithë këtyre njerëzve kaq të ndryshëm? Dhe pikërisht këtu gjërat komplikohen. Çfarë bën një marketer? A fokusohet te premtimi i fitimeve të mëdha për të joshur profesionistët? Apo, nga ana tjetër, a thekson luksin dhe ekskluzivitetin për të tërhequr atë grupin tjetër që kërkon status? Sepse, po të provosh t'i bësh të dyja njëkohësisht, rrezikon të mos i klasësh askujt siç duhet. Pra, cila është zgjidhja? Po, përgjigja çuditërisht nuk është të përpiqesh të jesh gjithçka për të gjithë. Absolutisht jo. Sekreti është të kuptosh se çfarë vlere kërkon realisht secili prej këtyre grupeve të klientëve. Dhe këtu ryn në lojë një koncept fantastik i quajtur 4 burimet e vlerës. Kjo ide na ndihmon të shohim përtej asaj që klientët thonë se duan dhe të kuptojmë se çfarë i motivon ata në të vërtetë thellë. Le t'i marrim me radhë. I pari dhe më themelori është vlera funksionale. Kjo është fare e thjeshtë, pas një zbukurim. Pyetja është: a e bën produkti punën për të cilën është krijuar? A funksionon? Për shembull, një makinë, a të çon nga pika A në pikën B? Ky është themeli, absolutisht baza, mbi të cilën ndërtohet gjithçka tjetër. Tani, le ta kthejmë këtë tek kazinoja jon. Vlera funksionale këtu nuk është thjesht të luash një lojë. Jo, shkon shumë më thellë. Por ato lojtarin serioz, vlera funksionale do thotë lojra me rregulla më të mira, me shanse më të larta fitimi. Matematike pastër. Ndërsa për këdo tjetër, mund të jetë një aplikacion që nuk ngec kurrë, ose pagesa që kryhen sa hapen mbyll syt. Pra, në thelb është performanca, thjesht e pastër. Mirë, pra, produkti funksionon. Por pastaj vjen pyetja tjetër, që të gjithë e bëjmë, apo jo? A ja vlen parat? Tu hyn burimi i dytë, vlera monetare. Dhe kujdes, kjo nuk do të thotë thjesht i lirë. Ka të bëjë me atë ndjesin që po bën një pazar të zgjuar, që po merr më shumë se sa po jep. Kjo është ajo që i tërheq si maglet gjuatarët e ofertave. Në botën e kazinove, kjo është e dukshme kudo. Janë ato bonuset marramendse të mirësardhjes, rrotullimet pafund falas, programet e besnikërisë. Është ai premtimi magjik që një bast i vogël, fare i vogël, mund të shndrohet në një jackpot që të ndryshon jetën. Në fund të fundit është thjesht matematika e përfitimit, e paraqitur në mënyrën më joshse të mundshme. Por, le të jemi të sinqert, ne nuk blejmë gjëra vetëm se funksionojnë mirë apo se janë lirë. Jemi krijesa sociale, dhe kjo na çon te burimi i tretë, vlera sociale. Kjo ka të bëjë me ndjenjen e përkatësisë, me statusin, me lidhjen me të tjerët. Ndonjëherë, vlera më e madhe e diçkaje nuk është çfarë bën ajo për ne, por me kë na li. Dhe kazinot, o zot, janë mjeshtre në këtë fushë. Mendoni pak për turnetet e pokerit. A është thjesht loja? Sigurisht që jo. Është atmosfera, është rivaliteti miqësor, është komuniteti. Ose mendoni për ato dhomat VIP, me litarin e kuq. Çfarë blihet atje? Vetëm privatësi? As pak. Aty blihet statusi. Blihet ndjesia e të qenit pjesë e një klubi ekskluziv, ku jo çdo kush mund të futet. Dhe tani, arrim të burimi fundit, ndoshta më i selli dhe më i fuqishëm nga të gjithë, vlera psikologjike. Kjo ka të bëjë tërësisht me mënyrën se si një produkt na bën të ndihemi të fuqishëm, të respektuar, të sigurt, të lirë. Kjo është, le të themi, arma sekrete e markave më të suksesshme. Sepse kur arrin të lidhesh me emocionet e dikujt, ke krijuar një lidhje të pathyeshme, besnikëri të vërtet. Mendojeni kështu. Për një kazino luksoze, produkti i vërtet nuk janë letrat e bixhozit apo makinat e fatit. As pak. Produkti është ndjesia. Ndjesia që je dikush i rëndësishëm, i përkëdelur. Ndjesia e të qenit mbret apo mbretëresh, qoftë edhe për një natë.
është arratisja nga stresi dhe monotonia e përditshme. Dhe ky është mësimi kyç. Njerëzit nuk paguajnë vetëm për produkte, ata paguajnë për t'u ndier mirë. Okej, tani që i kemi parë të katërta këto burime vlere, le t'i vëmë në punë, le t'i shohim në aksion. Do t'ju rrëfej një histori të vërtet marketingu, një duel. Historia e dy kazinove rivale, The Phoenix dhe The Citadel. Të dyja u hapën në të njëjtin qytet, në të njëjtën ditë, por njëra pati një sukses të jashtëzakonshëm, ndërsa tjetra u zhduk. Le të zbulojmë pse. Pra ja ku i kemi konkurrentët ta në ringun e marketingut. Në njërin cep kemi The Phoenix me menaxhere Elonën. Strategjia e saj, një obsesion total pas klientit, të kuptonte thellësisht se çfarë i motivonte ata. Në cepin tjetër kemi The Citadel me menaxher Davidin. Strategjia e tij, një obsesion total pas produktit. Ai donte të ndërtonte kazinon më të mirë, më moderne, më të shpejt. Pra kemi dy filozofi krejtësisht të kundërta që përplasen me njëra tjetrën. Dhe këtu historia merr një kthes vërtet interesante. Davidi, ai me kazinon teknologjikisht superiore, dështoi, dhe jo thjesht dështoi, por dështoi në mënyrë spektakolare. Ndërkohë, Elona, e cila u fokusua më pak tek teknologjia dhe më shumë te njerëzit, korri një sukses masiv. Kjo praktikisht e përmbysi idenë e vjetër që produkti më i mirë fiton gjithmonë. Pra le të shohim se çfarë ndodhi në të vërtetë. Çfarë bëri Elona kaq ndryshe? E thjesht, ajo e ndau tregun. Ajo i segmentoi klientët e saj. Për grupin e parë, profesionistët, ajo u dha atë që donin më shumë, shanse më të mira. Kjo është vlerë e pastër funksionale dhe monetare. Por për grupin tjetër, ata që kërkonin luks dhe status, ajo ofroi diçka krejt tjetër, respekt, një shërbim jashtëzakonisht të personalizuar. Kjo është vlerë e pastër psikologjike dhe sociale. Ky ishte gjeniu i saj. Nuk u dha të gjithëve të njëjtën gjë. Ajo u dha vlerën specifike që secili kërkonte. Davidi nga ana tjetër, ai bëri një gabim fatal. Ai mendoi se të gjithë ishin njësoj. Ai supozoi se të gjithë klientët ishin thjesht gjuetar ofertash. Pra, çdo problem e zgjidhte me para. Ankoi dukush, ja disa kredite falas, por ai nuk e kuptoi. Ai injoroi plotësisht respektin, statusin, ndjesinë e arratisjes. Në thelb, ai ofronte para aty ku njerëzit kërkonin respekt. Dhe kjo nuk funksionon. Dhe ja ku arrim te mësimi më i madh i kësaj historie. Beteja nuk u fitua nga produkti më i mirë, por nga mirëkuptimi më i mirë. Davidi investoi në çelik dhe silikon, makineri më të mira, software më të shpejt. Elona, nga ana tjetër, investoi në empati, në kuptimin e thellë të nevojave njerëzore. Dhe siç doli, në fund të ditës, klientët besnik vlejnë shumë më tepër se makineritë më të mira. Kjo histori na çonte një e vërtet themelore e marketingut dhe ndoshta e biznesit në përgjithësi. Suksesi i Elonës e tregon qartë, vlera nuk është diçka që një kompani ndërton në një zyrë apo laborator. Vlera është ajo që një klient e percepton, e ndjen në mendjen dhe zemrën e tij. Gjithçka duhet parë përmes syve të klientit. Pra, ky kuadër shpjegon kaq mirë botën e kazinove. Por mendoni pak, në cilat industri të tjera mund të aplikohet? Herën tjetër kur bëhet një blerje, qoftë një makinë e re, një telefon, apo edhe diçka e thjeshtë si një kafe, ja vlen të ndalemi një moment. Pyetja nuk është thjesht çfarë po blej, por çfarë vlere po kërkoj në të vërtetë. A është performanca, pra vlera funksionale, apo një ofertë e mirë, vlera monetare? Ndoshta statusi që sjell, vlera sociale, apo thjesht ajo ndjesia e mirë, vlera psikologjike? Përgjigjja shpeshherë mund të na habisë të gjithëve.